Tash jemi në një situatë krejt ndryshe nga fillimi i këtij kompeticioni, do thotë kur kemi bë analizat e kundërshtarëve grupit, vërtet ka qenë një situatë që kemi menduar shumë në një grup të vështirë ku mund të përfundojmë. Sidoqoftë pas këtyre rezultateve, atëherë kemi kriju një situatë re, do thotë nga ajo që të luftojmë për pikë, të mos poshtemi, të luftojmë për venin e tretë, do më thonë çdo kundërshtar që kemi llogarit të lojmë pas është sukses për ne, po ja që erdhëm një situatë me këto, sidomos me këto dy fitoret e fundit, atëherë të pretendojmë edhe play-offin. Është akoma e vështirë. Do thotë ne jemi me këmbë në tokë, nuk jemi me atë euforinë e masës e cila ne dim që dëshira e tyre e jona është shumë e madhe për kualifikim edhe jemi të punu shumë në drejtim, por që akoma nuk ka përfunduar asgjë. Do të thonë kemi edhe dy lojë, të cilat lojë janë shumë përcaktuese dhe një ndeshje pas përfundimit të kompeticionit kemi pru situatën që një pikë tash kundra Slovenisë na i siguron play-offin, që do të jetë një sukses jashtëzakonisht i madh, edhe gjithçka jemi të bëjë që me arrit këtë objektiv. Aja përjeton njëjtë sikur gjithë lojtarët tjerë, do thotë dihet mungesa e tij për shkak lëndimit, ai është kapiteni pa kontestueshëm, është lideri, edhe sikur të kishte qenë Amiri, sigurisht ndoshta kishim qenë në pozitë më të mirë, por ja që fati i tij keq u lëndu në ndeshjen me Zvicrën, mungoj këto ndeshje, por ne shpresojmë që tash në dorë ta kemi edhe kapitenin Amir Ramani. Gjasat janë jashtëzakonisht mira, që ai të jetë pjesë e jona, që kjo do të jetë një ndihmë e jashtëzakonshme për neve, sidomos në ndeshjen e parë kundra Slovenisë, dhe është në rrugë të mirë që të riabilitohet, shërohet, edhe të jetë pjesë, nga se vërtet është ndihmë mungesa e Ami. Vetëm futbolli i sjell këto emocione. Do thotë vetëm futbolli ka varianta të tilla, të cilat mund ndodhet ajo. Por ne aktualisht, thash edhe më herët që jemi me këmbë në tokë, nuk jemi me atë euforinë, nga se akoma asgjë nuk është bë. Është bë shumë, kemi vazhduar një ëndër që po besoj që do të realizohet, por ne fokusi jon aktualisht është për ndeshjen kundra Slovenisë. Do të thonë e dim që një pikë na dërgon në play-off. Ka dhe varianta që ju i përmendit, do thotë nëse Suedia e mposht ose lun barës me Zvicrën dhe ne arrim fitore ndaj Slovenisë, mund vendos ndeshja e fundit me Zvicrën për vend parë.